Nuk duhet të hiqni asnjëherë lëkurën e mollës, ja ditë fantastike të saj. Nëse doni të hani fruta pa lëkurë, sigurohuni që të mos mendoheni 2 herë dhe t'i pastroni si duhet për të hequr edhe pesticidet e tyre. Lëkura e mollës mund të përmbajë 90% të pesticideve ekzistuese, por edhe 50% të lëndëve ushqyese, citon Joe Robinson, autori i librit Eating on the Wild Side. Sipas autorëve, është mirë që të blini mollë organike dhe t'i hani ato bashkë me lëvoren e tyre. Nëse kjo nuk është e mundur, ai thotë se frutat mund të lenë gjithashtu edhe një shije të dobët. Sipas ekspertëve të botuar në studimet e Journal of Agriculture and Food Chemistry, përdorimi i sodës së bukës në pastrimin e frutave mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. I vendosni në ujë me sodë buke për 12 deri në 15 minuta dhe më pas i shplani. Kështu do të keni marrë përfitimet më të mira të frutave, sidomos mollës, nëse e konsumoni atë bashkë me lëvore.